Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi sot në një playlist të re, inshallah, që do të trajtoj një nga degët e lëndës së historisë. Historia e cila fillon që mbas kohës së halifëve të drejtë në raport me Islamin dhe muslimanët dhe vazhdon deri në ditët tona bashkohore. Si referencë kemi marrë librin që ju shikoni, i cili në gjuhën arabe titullohet Ad-Dawlatul Amawiyya, Awamil al-Izdihar wa Tada'iyat el-Inhiyar, të cilin e kemi përkthyer Shteti Emewi, faktorët e ngritjes dhe shkaqet e rënjes. Autori është Ali Muhammad Sallabi, Allahu e ruajt. Ky është vëllimi i parë nga dy vëllime që ka libri gjithsej. Shtëpia botuese quhet Darul Ma'rifa, domethënë shtëpia e njohurive, dhe përkthimi ka filluar në nëntor të vitit 2025. Pa humbur kohë, hyrja që ka shkruar autori, Muqaddima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pra kjo është hyrja klasike që ky autor bën në secilin prej librave. Hyrje, me të vërtet falënderimi i takon Allahut, e lavdërojmë atë, kërkojmë ndihmë prej tij, kërkojmë falje prej tij, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga të këqijat e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Atë që Allahu e udhëzon, askush nuk mund ta humbas, dhe atë që ai e humb, askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, ruajuni Allahut ashtu siç i takon atij dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë musliman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O ju njerëz, ruajuni Zotin tuaj, i cili ju krijoi për një njeriu të vetëm dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej tyre shpërndau shumë burra dhe gra. Dhe ruajuni Allahut me emrin e të cilit i kërkoni njëri tjetrit dhe ruani lidhjet farefisnore. Me të vërtetë Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Po ashtu Allahu thot: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që keni besuar, ruajuni Allahut dhe thoni fjalë të drejta. Ai do t'i përmirësojë veprat tuaja dhe do t'ju falë gjunahet tuaja. Dhe kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtet ka arritur një fitore të madhe. Më pas thot autori: Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-rida, amma ba'd. Zoti im, ty të takon falënderimi ashtu siç i përshtatet madhështisë së fytyrës tënde dhe madhërisë së pushtetit tënd. Ty të takon falënderimi derisa të jesh i kënaqur, ty të takon falënderimi kur je i kënaqur dhe ty të takon falënderimi pas kënaqësisë. Dhe më pas: Hadha al-kitab imtidadun lima sabaqahu min kutub darasat ahdan an-nubuwa
وأهدى الخلافة الراشدة وقد صدر منها السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن أبي طالب والحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا. Ky libër është vazhdimi i librave të mëparshëm që kanë trajtuar periudhën e profecisë dhe periudhën e khalifatit të drejtë. Prej tyre janë botuar tashmë biografia profetike me paraqitjen e ngjarjeve dhe analizën e tyre, si dhe libra për Ebu Bekër e Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib dhe Hasan ibn Ali radiallahu anhum. Allahu qoftë i kënaqur me ata të gjithë. وقد سمي هذا الكتاب الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. Ky libër është titulluar Shteti Emewi, faktorët e lulëzimit dhe shkaqet e rënies. Pra, ky libër trajton gjithë periudhën në të cilën ka udhëhequr shtetin islam familja e Beni Umejeve, periudhë e cila ka filluar menjëherë mbas kohës së halifëve të drejtë, më saktësisht mbas Hasenit radiallahu anhu, dhe ka vazhduar për rreth 90 vjet, pra për gati një shekull, derisa janë zëvendësuar në udhëheqje nga familja e Beni Abbasëve. Edhe më pas atyre u ka ngelur në udhëheqje Andaluzia për rreth 8 shekuj, porse po flasim për aq kohë sa kanë përfaqësuar gjithë muslimanët e botës në kohën e tyre. Më pas, thot autori, wa yatahaddathu hadha al-kitab عن الجذور التاريخية للأسرة الأموية وشهادة التاريخ بين الهاشميين والأمويين وموقف بني أمية من الدعوة الإسلامية وعن الأمويين الذين أسلموا منذ بداية الدعوة الإسلامية وعن المصاهرات بين بني هاشم وبني أمية. Ky libër trajton rrënjët historike të familjes Emewite, dëshminë e historisë në marrëdhëniet mes Hashimitëve dhe Emewitëve, qëndrimin e Beni Umejjes ndaj thirrjes islame, si dhe Emewitët që e pranuan islamin që në fillim të thirrjes islame. Ai flet gjithashtu për martesat lidhëse mes Beni Hashimitëve dhe Beni Umejjes. ويتحدث عن شخصية معاوية ابن أبي سفيان وعصره فيتناول اسمه ونسبه وكنيته وأسرته وعن إسلام أبي سفيان والد معاوية رضي الله عنهما وعن هند بنت عتبة ابن ربيعة أم معاوية رضي الله عنها. Libri trajton personalitetin e Muawije ibn Abi Sufjan dhe epokën e tij, shqyrton emrin e tij, përjardhjen, nofkën dhe familjen e tij. Flet për pranimin e islamit nga Abu Sufjani, babai i Muawijes, si dhe për Hind bint Utbe ibn Rabia, nëna e Muawijes radiallahu anha. Pra Allahu qoftë i kënaqur me të. Wa yatahaddathu an ikhwan Muawiya wa akhawatihi وعن زوجات معاوية وأولاده وعن إسلام معاوية رضي الله عنه وشيء من فضائله وعن رواية معاوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Po ashtu libri flet për vëllezërit dhe motrat e Muawijes, për bashkëshortet dhe fëmijët e tij, për pranimin e islamit nga Muawije dhe për disa nga virtytet e tij, si dhe për transmetimet e tij të haditheve nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wa anil ahadith al-batila allati la tasihhu fi sha'ni Muawiya madhan wa dhamman. ويتكلم الكتاب عن دور بني أمية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة ويشير إلى متى بدأ نجم معاوية في الظهور. Libri trajton edhe hadithet e pavërteta në lidhje me Muawijen, qoftë në lavdërim apo në përçmim. Pra, ajo që do të thojë autori është që kanë qarkulluar shumë fjalë në lidhje me Muawijen, disa flasin për të më mirë nga ç'duhet dhe disa flasin për të më keq nga ç'duhet,
ndërkohë që çdo person duhet të trajtohet me drejtësi. Gjithashtu ai flet për rolin e Beni Umejjes në kohën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe gjatë periudhës së khalifatit të drejtë, si dhe tregon se kur filloi të shfaqej ndikimi dhe roli i Muawijes. Wa an wilayatihi ala Dimashq wa Ba'labak wal Biqa' fi ahdi Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa alaqatihi bi Umar radiyallahu anhu ويبين الكتاب جهود معاوية رضي الله عنه على جبهة الشام وأنسى نظام الصواعق والشواذ في عهد عمر dhe për qeverisjen e tij mbi Damaskun, Ba'labakun dhe luginën e Beqait në kohën e prisit të besimtarëve Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, si dhe për marrëdhënien e tij me Umarin radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Libri gjithashtu shpjegon përpjekjet e Muawijes radhiyallahu anhu në frontin e Shamit dhe për vendosjen e një sistemi ndëshkimesh ndaj atyre që sillnin trazira dhe devijime gjatë kohës së Umarit. Wa an takwin ustul islami fil bahr wa an a'mal Muawiya fi ahd Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu fayuwaddihu futuhatihi في عهده وإصراره في الطلب من عثمان السماح له بالغزو البحري وعن غزوه لقبرص واستسلام أهلها وطلب الصلح ثم نقد القبرصيين الصلح ثم فتحها. Po ashtu edhe për formimin e një flote islame në det, si dhe për veprimtarinë e Muawijes në kohën e Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu, ai sqaron hapjet e tij në atë periudhë dhe këmbguljen e tij për t'i kërkuar Uthmanit leje për të kryer ekspedita detare. Më herët kemi sqaruar se çfarë do të thënie ka termi hapje në Islam, nuk kupton diçka të përafërt me çlirimin, pra kur një vend i caktuar ose një popull është i mbyllur ndaj Islamit, pra nuk e lejon në asnjë mënyrë futjen e Islamit në të, pra depërtimin e dritës së Allahut. Dhe hapje nuk kupton që të largohen pengesat të cilat nuk lejojnë hyrjen e dritës së Islamit dhe më në fund Islami të depërtojë në të. Po ashtu trajton fushatën e tij kundër Kipros, dorëzimin e banorëve të saj dhe kërkesën e tyre për paqe, më pas shkeljen e marrëveshjes nga ana e kipriotëve dhe hapjen e Ishullit. Sërish kemi për qëllim çlirimin e Ishullit ose marrjen e tij nën kontroll nga ana e muslimanëve. ويتعرض الكتاب لحقيقة الخلاف بين أبي ذر ومعاوية وموقف عثمان منه ويرد الكتاب عن الشبهات التي ألصقت بعثمان رضي الله عنه كاتهامه بإعطاء أقاربه من بيت المال وتعيينه لأقاربه في مناصب الدولة على حساب المسلمين. Libri trajton realitetin e mosmarrveshjes mes Ebu Dherrit dhe Muawijes, si dhe qëndrimin e Uthmanit ndaj saj. Gjithashtu ai u përgjigje dyshimeve dhe akuzave që u ngjitën Uthmanit radhiyallahu an, si pretendimet se ai u dha pasuri nga thesari shtetëror të afërmve ose se i emëroi ata në poste shtetërore në dëm të muslimanëve. ويتطرق الكتاب لأسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه كالرخاء وأثره في المجتمع وطبيعة التحول الاجتماعي في عهده وظهور جيل جديد واستعداد المجتمع لقبول الشائعات وخروج كبار الصحابة من المدينة والعصبية الجاهلية وتوقف الفتوحات بسبب موانع طبيعية أو بشرية والمفهوم الخاطئ للورع وظهور جيل جديد من الطامحين ووجود طائفة مؤثرة من الحاقدين. Libri shpjegon shkaqjet e fitnes ose sprovës që çojnë në vrasjen e Uthmanit radhiyallahu an, pra prisit të shtetit të asaj kohe, si begatia dhe ndikimi i saj në shoqëri. Këtu ka për qëllim autori luksin e tepruar,
natyra e transformimit shoqëror në kohën e tij, shfaqja e një brezi të ri, gatishmëria e shoqërisë për të pranuar thashëtheme, pra një brez i cili nuk ishte më në lartësinë e sahabëve, largimi i sahabëve të mëdhenj nga Medina, rikthimi i frymës fisnore para islame, pra bëhet fjalë për teprime në këtë drejtim ose fanatizma të ndaluar, ndalimi i hapjeve të reja për shkak të pengesave natyrore ose njerëzore, keqkuptimi i konceptit të përkushtimit fetar, shfaqja e një brezi ambiciozësh dhe ekzistenca e një grupi ndikues armiqësor. Më pas, wat-tadbir al-muhkam li itharati al-ma'akhidh ضد عثمان رضي الله عنه واستخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس ودور عبد الله بن سبأ في التحريك الفتنة وموقف معاوية بن أبي سفيان في الفتنة ويتحدث عن مشورة عثمان لولاة الأمصار ورأي معاوية في ذلك وعن مقتل عثمان رضي الله عنه وموقف الصحابة منه. Gjithashtu libri flet për planifikimin e kujdesshëm për nxitjen e akuzave kundër Uthmanit, për përdorimin e mjeteve dhe metodave nxitëse për të trazuar masat, rolin e Abdullah ibn Sebes në lëvizjen e fitnes, si dhe qëndrimin e Muawiya ibn Abi Sufjanit gjatë kësaj periudhe. Ai trajton konsultimin e Uthmanit me guvernatorët e krahinave dhe mendimin e Muawiyas në lidhje me këtë, si dhe vrasjen e Uthmanit dhe qëndrimin e sahabëve ndaj saj. Ajo që është për të vënë në dukje është që ky autor shpeshherë trajton për të njëjtën ngjarje opinionet e ndryshme të njohura që janë përhapur midis njerëzve në lidhje me atë ngjarje të caktuar dhe tregon se ku bazohet secila palë për atë që thotë dhe i kthen kundër përgjigjet palës përkatëse duke nxjerrë në pa se kush është qëndrimi i ehli sunetit në raport me atë ngjarje. Më pas thot autori: Wa an Muawiya fi ahdi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ويتطرق الكتاب إلى اختلاف الصحابة في الطريقة التي يؤخذ بها القصاص من قتلة عثمان وإلى معركة صفين وإلى تسلسل الأحداث ابتداء من إرسال أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان للنعمان ابن بشير بقميص عثمان ila Muawiya wa ahli Sham. Libri flet edhe për Muawiya në kohën e Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dhe për dallimet mes sahabëve rreth mënyrës se si duhej marr hak ndaj vrasësve të Uthmanit. Trajtohet betejë e Sifinit dhe rrjedha e ngjarjeve duke filluar nga dërgimi i këmishës së Uthmanit nga Ummu Habibe, nëna e besimtarëve, bija e Abu Sufjanit me anë të Numan ibn Beshirit tek Muawiya dhe tek banorët e Shamit. Më pas, wa dawafi' Muawiya radiyallahu anhu fi adam bay'ati Ali radiyallahu anhu wa an tajhiz Amir al-Mu'minin Ali li ghazwi Sham wa irsalihi Jarir ibn Abdullah ila Muawiya ba'da ma'rakati al-Jamal lid-da'wati ila al-bay'a wa masir Amir al-Mu'minin Ali ila Sham. وخروج معاوية إلى صفين وبداية المناوشات بين الطرفين والمهادنة بينهما ومحاولات الصلح ثم نشوب القتال ثم الدعوة إلى التحكيم. Libri shpjegon motivet e Muawiyas radhiyallahu anhu për mosdhënien e besës ndaj Aliut radhiyallahu anhu, përgatitjen e prisit të besimtarëve Aliut për fushat drejt Shamit, ka për qëllim autori fushat ushtarake, dërgimin e Xherir ibn Abdullah tek Muawiya pas betejës së Devës për ta ftuar në bes, pra për t'i marrë besën, marshimin e Aliut drejt Shamit, daljen e Muawiyas në Sifin, fillimin e përleshjeve mes dy palëve, armpushimin, përpjekjet për paqe, shpërthimin e luftimeve dhe më pas thirrjen për arbitrazh. ويتكلم الكتاب عن مقتل عمار ibn Yasir radiyallahu anhu وأثره على المسلمين وعن المعاملة الكريمة أثناء الحرب المواجهة
ومعاملة الأسرى عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن عدد القتلى وعن تفقد أمير المؤمنين علي للقتلى وترحمه عليهم وعن موقف معاوية مع ملك الروم في تلك الأحداث. Libri flet për vrasjen e Ammar ibn Yasir radiallahu anh dhe ndikimin e saj tek muslimanët, për trajtimin fisnik gjatë përballjeve luftarake, për trajtimin e robërve nga ana e prisit të besimtarëve Aliut radiallahu anh, për numrin e të vrarëve, për kujdesin e Aliut ndaj të rënëve dhe lutjet e tij për ta, si dhe për qëndrimin e Muawijes ndaj mbretit të romakëve gjatë këtyre ngjarjeve. Ka për qëllim mbretin e bizantinëve të kohës. Zakonisht tek arabët e kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe disa breza më pas, me terminu Rum nënkuptoheshin komplet popujt e Europës, pavarësisht se nuk ishin të gjithë romak të mirëfillt. Më pas, wa an qissatin batila fi haq Amr ibn al-As fi Siffin wa an israr qatalati Uthman radiallahu anhu على أن تستمر المعركة وعن نهي أمير المؤمنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام وعن تحكيم وعن نص وثيقة التحكيم وعن قصة التحكيم المشهورة وبيان بطلانها وعن حقيقة قرار التحكيم ومكان انعقاد المؤتمر. Gjithashtu trajtohet një tregim i pavërtet lidhur me Amr ibn al-Asin në Sifin radiallahu anh, këmbgulja e vrasësve të Uthmanit që lufta të vazhdonte, ndalimi nga ana e prisit të besimtarëve Aliut për të sharë Muawijen dhe për të mallkuar banorët e Shamit, çështja e arbitrazhit, teksti i dokumentit të arbitrazhit, rrëfimi i famshëm rreth tij dhe sqarimi i pavërtetësisë së tij, realiteti i vendimit të arbitrazhit dhe vendi ku u mbajt konferenca. وأشار الكتاب إلى إمكانية الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدولة الإسلامية وقد بين موقف أهل السنة والجماعة من تلك الحروب وتكلم عن تغير الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفين وعن المهادنة بين أمير المؤمنين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن استشهاد أمير المؤمنين علي. Libri thekson mundësinë e përfitimit nga ngjarja e arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes shteteve islame. Ai sqaron qëndrimin e ehli sunetit dhe xhamatit ndaj këtyre luftrave dhe flet për ndryshimin e ekuilibrave në favor të Muawijes pas betejës së Sifinit, për armëpushimin mes prisit të besimtarëve Aliut dhe Muawijes radiallahu anhuma, si dhe për martirizimin ose dëshmorllëkun e prisit të besimtarëve Aliut. Kjo është një pjesë e hyrjes që autori ka trajtuar, ndërkohë si hyrje është goxha e gjatë dhe ka nevojë për një seri ligjëratash për tu përfshirë gjitha. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.